Nga 12 tetori do të nisë zbatimi i sistemit të ri digjital i kufejve të Evropës, Entry-Exit System, ose EES për shtetasit që nuk i përkasin zonës Schengen. Ne do të shpjegojmë se çka do me thonë kjo në praktik. Nga 12 tetori nuk ka më vule në pasaport, të gjitha të dhënat kanë me u regjistru automatikisht. Në kufe, qoftë në aeroport apo kufe toksor, duhesh me u ndalë te kioskat vetë shërbyese. Aty keme skanu pasaportën biometrike, keme i dhanë gjurmët e gishtrimve dhe keme e ba një foto të fytyrës. Krejt këto kryhen veç një herë, do me thanë herën e parë që shko në vendet e zonës Schengen dhe ruhen në sistem për 3 vjetë. Sistemi EES i mbledh emrin e udhëtarit, të dhëna biometrike, gjurmat e gishtrimve, imazhin e fytyrës, si dhe datën dhe vendin e hyrjes dhe daljes. Për çka duhet kjo? Ky sistem i zbulon në mënyrë sistematike persona që qëndrojnë më gjatë se afati ligjor, do me thanë 90 ditë brenda një periudhe 180 ditore në zonën Schengen. Zbatimi ka me u bë gradualisht për 6 muaj. Zyrtarët evropianë kanë vendosur këtë sistem me qëllim e parandalu migracionin e parregullt dhe mbrojtjen e sigurisë të qytetarëve evropianë. Sistemi vlen për rreth 60 vende që mundën me udhëtu pa viza në vendet e Bashkimit Evropian, si dhe 4 shtete që janë të përfshira në zonën Schengen: Zvicër, Norvegji, Island dhe Liechtenstein. Kosovarët udhtojnë pa viza në këtë zonë nga viti 2024. Nga 12 tetori keni parasysh se në fillim procesi mund të marrë disa minuta më shumë. Përgatitu për radhme të gjata në kufe.